fillim të muajit shtator 2025, biznesi shqiptar Besi Auto Collision u bë me një servis të dytë, kësaj radhe në Mississauga, në Torbram Road. Kujtojmë që pronarët janë dy vëllezër, Bedri dhe Mehdi Toqani, me origjinë nga Prishtina, të cilët janë në biznesin e riparimit të makinave qysh prej vitit 2007, duke i shërbyer kryesisht komunitetit shqiptar në Greater Toronto Area, gjithnjë e në rritje. Besi Auto Collision është i specializuar në riparimin e makinave të dëmtuara gjatë përplasjeve, nga ndryshku, gërvishtjet e tjerë, por ata kryen edhe një sër shërbimesh me rëndësi si riparimet mekanike dhe elektrike dhe janë të miratuar nga qeveria për inspektimin e sigurisë së automjeteve si dhe për salvage safety. Sigurisht përveç pagesave direkt nga klientët, ata pranojnë edhe dëmshpërblim nga kompanitë e sigurimeve. Pasqyra shqiptare i uron të dy vëllezërit, Bedri dhe Mehdi, suksese në këtë servis të dytë dhe ruan një respekt të veçantë për ata, sepse janë njerëz punëtor dhe të përkujdesshëm ndaj klientëve, si dhe një familje patriotësh të provuar në sakrifica dhe në bujari në jetën komunitare. Në ekran kemi shfaqur adresat e secilit prej serviseve, si dhe numrat e kontaktit të dy pronarëve.